të programit të Drejt për Drejt. Mirëmëngjes Shkodër. Studia ime sot është e mbushur me artistë, me plot gojen do të thoja këtë fjalë, sepse ato janë nxënës të shkollës mesme artistike Prengjakova dhe në ecurinë e tyre janë instrumentist, këngëtar, por para 2 ditësh si pjesëmarrës në konkursin ose në takimin e teatrove të shkollave të mesme të qytetit, u paraqitën në skenën e teatrit Migjeni si aktor. Madje u duartrokitën fort. Ato interpretuan komedin Vllazni e Interes dhe natyrisht patën mjaft sukses në ecurinë e gjithëshfaqjes. Me mua sot në studio është regjisorja e mirënjohur, aktore e mirënjohur e teatrit Migjeni, Raimonda Marko, e cila e përgatiti këtë shfaqje bashkë me këto nxënës. Mirëmëngjes Raimonda. Nadia e mirë. Nadia e mirë se keni ardhur. Është shumë kënaqësi, sepse tani ju kam krejt afër, ndërkohë që skena ishte shumë e admirueshme për spektatorin. Në fakt, pas gjithë përpjekjeve, punës, natyrisht provave të shumta, tashmë ka ardhur ai moment reflektimi të shihni me kënaqësi atë çfarë u realizua. Si ndjeheni? Po, dhe do ta kalojmë në mikrofonin. Së pari do të thoja që ishte shumë kënaqësi që të punoja me nxënësit e shkollës mesme artistike Prengjakova këtë herë. Shfaqja jonë u dha parmram, pra ishte nata e dytë e festivalit teatror të shkollave të mesme të qytetit, ndërkohë që janë pjesëmarrëse 7 shkolla. Pra deri tani janë dhënë 3 shfaqje, janë dhe 4 shfaqje të tjera që në fakt çfarë gare me vetveten në radhë të parë, pastaj edhe me të tjerët, është kështu apo jo? Po, patjetër, gara në fakt vjen fund për ne. Janë të tjera gjana që duhet përpara. Pra janë dhe 4 shfaqje të tjera që do të shfaqen. Dhe si fillim do të thoja që kjo është një gjë shumë e mirë për të rinjtë e qytetit ton, si ky festival apo edhe fjalë artistike që ishte më përpara se të fillonte ky festival, apo dhe shumë aktivitete tjera që organizohen për të rinjt. Them që është një investim mjaft i mirë pasi në këtë mënyrë të rinjt e qytetit ton shfaqin veten e tyre, evidentojnë talentet që kanë, pse jo angazhohen motivohen edhe shumë bukur do ta thoja. Motivohen dhe angazhohen në aktivitete kulturore dhe që ndikojnë jashtë mase në edukimin artistik. Megjithse është veçanti e kësaj shkolle dhe unë thoj sa kam përfitu, do me thënë nga kjo veçanti e shkollës mesme artistike, pasi kjo shkollë dihet që shkollë arti dhe përgatit artist të artshëm, por këtë herë i kemi bashkangjit edhe artin e aktrimit. Pra ka qenë një ndërthurje e artit të aktrimit dhe e artit muzikës, ku përfshihen edhe kanto apo këngëtar, pasi 4 nga aktorët pjesëmarrës, se aktor më pëlqen që t'i them nxënësve, janë që studiojnë për degën e kantos dhe 2 instrumentist pjesëmarrës. Në fakt, besoj se spektatori e ka vënë re mënyrën e transmetimit të emocioneve edhe të vokalit të tyre. Ju thoni që janë këngëtar, dhe kjo është vërtet se ndjehet. Vetë e folura e tyre ka një kumbim mjaft të mbushur, gjë që e dëgjon edhe ai spektatori i fundit i sallës. Është karakteristike veçante juaja, do thoja, nuk dua të mohoj meritat e të tjerëve, po ju e kishit të dallueshme. Mirë, le ta kalojmë mikrofonin tek secili për ndjesitë që patën tani pas shfaqjes. Do ta marr mikrofonin i pari? Atëherë, unë jam Arbër Bala. Përshëndetje, në rolin e coachit, ndoshta krye roli i kësaj komedie, apo jo?
Por megjithëse në përgjithësi janë role kryesore. Role kryesore, se cili është protagonist. Po. Ndjesia ka kanë shumë e mirë, duke fillu qysh në prova, qysh se na dhanë mundësia me punu me teatrin, u gëzova shumë. U gëzova ma shumë kur mora vesh që kina punu me një zysh dhe një aktore pa me si zysh Raimonda Marko. Sa bukur është e vërtet. Provat kanë shku shumë bukur, më ka pëlqyer gjithçka. Unë në fakt kam marrë pjesa të disa shfaqje tjera, por ndryshe për atyne, këto prova kanë qenë shumë bukura. Kanë kalu lehtë, edhe zysha ka kërku shumë, pa ka ditë si me na e kërku. Na ka kërku me stil, me lezet, edhe e kina lanë vedin shumë shpejt. Sa bukur mund të shkruash në ecurin dhe në rrugën e këtyre artistëve të rinj, apo jo Monda? Të kalojmë tek instrumentisti që është... Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Aron Troshani, jam instrumentisti, jam fizharmonicist. Kam luajtur në shfaqjen e Vllaznia Interes. Mua më pëlqej shumë kjo pjesë dhe që në fillimin e provave jemi ndjerë shumë mirë. Që në fillim vazhduam provat dhe gjithçka i morëm avash, por me qetësi. Dhe e realizuam kaq bukur, sa që pjesëmarrja ishte shumë e madhe. Por edhe fal Zysh Raimondës, që ajo na mbështeti këtë pjesë që ne e bëm. I interpretove shumë bukur në fizharmoni. Le ta kalojmë tek Stanislava, e cila është po ashtu protagoniste e kësaj shfaqje. Stanislava Logaj. Pa, fix. Nadia Miri herna. Unë jam Stanislava Logaj, edhe për sa i përket emocioneve, edhe si jena ndje gjatë shfaqjes, a ke një emocioni pa përshkrueshëm, më thonë, jena një shumë mirë, sinqerisht, nga që e pame që në fund arritme me e ba shfaqjen si e doshim ne, dhe më thonë, pa probleme. Edhe kjo ishte e gjitha falë Zysh Raimondës, që e falenderoj shumë, që na ka ndihmuar shumë për me ecë me këtë shfaqje, edhe pse nuk kena pas shumë kohë, më thonë, për me arrit me kry komplet si pjesë. Po gjithsesi ju e mbaruar. Po. Atëherë të kalojmë tek personazhi tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam Gjeni Alia, edhe kam pas rolin e Olimbit, vajzës së Koçit edhe Margës. Faktikisht, unë nuk kam shumë eksperiencë në këtë fush, por si hera jam e parë, jam një kaq mirë, edhe nuk e kisha prit me një kaq e sigurt në skenë faktikisht, por falë Zyshes ja kena rrit çdo gjë edhe kena dalë shumë mirë. Bukur. Ndërsa të vazhdojmë me... Ka ardhur edhe Jozef Bashota, aktori tjetër i kësaj shfaqje. Unë e ftoj në studio, sepse ne jemi një studio që i pranojmë miqtë edhe pas momentit të fillimit. Po. Nadia Mir Shkoder. Unë jam Gerald Lazri dhe kisha rolin e Mitit. Po. Djalit vllajt të Koçit, që rikthehet nga Amerika dhe vendos me u bë një surprizë amerikane në thojza shtëpis me e pa që kush e don seriozisht dhe kush e don vetëm për interes. Mesazhi i kësaj shfaqje është gjithmonë aktual. Interesi nuk duhet të mbizotrojë në marrëdhënie njerëzore, e aq më tepër në marrëdhëniet vëllazërore. Ndoshta pikrisht ky mesazh dhe subjekti ndërthurur bukur ka bërë që kjo komedi që ju keni zgjedhur, megjithëse është shkruar shumë vite më herët nga Kristo Floqi, e ruan aktualitetin. Madje unë do të shtoja në këtë, ju si regjizore dhe si grup e keni aktualizuar edhe me informacionit më të fundit, duke shtuar disa gjëra që e aktualizojnë pikrisht në ditët ku jetojmë. Përmendet koronavirusi, përmenden shumë shprehje shkodrane, gjë që e bëjnë megjithëse autori nuk është nga Shkodra, e bëjnë këtë shfaqje shumë të përthithur, shumë aktuale, shumë të ndjeshme tek të gjithë ata që e ndjekin. Ashtu është.
në të vërtet përpara se të filloja punën me këtë shkollë, kisha 2-3 variante se e cilën pjesë të vija. Në fakt vjet jam paraqit me 28 nëntorin me gjimnazin me një dram. Dhe mendova që mendova që këtë vit të kisha të dëshirë që të punoja në komedi, pasi edhe unë jam aktore të 2 planeve, dramës dhe komedisë. Dhe pse jo aty kam eksperiencën, do më thënë se ne nga eksperienca jonë, do më thënë do punoj me nxënësit. Jam mundu që t'i mësoj atyre disa rregulla, shprehji, bazë, do më thënë të mjeshtrisë aktorit, gjëra që ato nuk i njohin, disa prej tyre po, sepse dhe kanë dalë në skenë, megjithëse në atë skenën e shkollës muzikës, këto kanë dalë të gjithë, sepse janë artistët e ardhshëm, por është tjetër gjë, dhe për sa i përket edhe mesazheve të pjesës, po pra, sepse në fillim kemi ba përzgjedhjen e nxënësve. Kjo është. Sepse duhet përzgjedhja e nxënësve që pastaj të shohësh se cilën pjesë mund të vesh në skenë, cila i përshtatet këtyre nxënësve. Dhe duke i pa këto, pasi ba me një përzgjedhje bashkë me zyshat e letërsisë, me Brunën dhe Etlevën, që i përshnes që janë në shkollën e muzikës dhe gjithë stafin aty që na ndihmoi jashtë mase për realizimin e kësaj shfaqje. Atëherë vendosa që të vej këtë pjesë, Vllazni e interes të Kristof Loqit, që është shkruar me mbi 100 vite përpara, por ka një impakt shumë të fortë edhe në ditët e sotme për mesazhet e rëndësishme që jep, sidomos që nënvizohet që është tek titulli, domethënë që interesi, dhe pikërisht duhet që në çdo gjë që bëjnë njerëzit, domethënë ta bajnë me zemër, dhe jo me interes, jo tjetë interesi. Këtë zemër e shohim tek personazhi i Olimbis, po, që i thrisnim shkurt Oli. Oli, ta kaloj pak mikrofonit. Si u ndjeve kur e more këtë rol, sepse ishte shumë e natyrshme në skenë. Thej që është eksperienca e parë, por gjithsesi shumë e bukur, apo jo, por më duket se pate një mishërim me rolin. Si u ndjeve me këtë rol? Faktikisht, Zysha në ka mësu se në skenë duhet me kenë sa ma original dhe sa ma vetvetja. Une kam pas rolin pozitiv, që nuk kam pas asnjë lloj interesi ndaj Axhës. Edhe jam ndje shumë mirë, sepse kjo është një gjë e mirë mos me pas interes ndaj tjerëve, sidomos ndaj familjes tane. Po. Natyrisht. Edhe e realizove shumë bukur, natyrshëm. Ke patur ndonjë, si thua, ndikim nga një ngjarje jashtë kësaj pjese që pikërisht ky rol të zhdukur shumë i bukur për ta shprehur? Në fakt nuk kam ndonjë ngjarje, por është vetvetja ime që në fakt nuk kam interes ndaj askujt. Sa bukur. Ndërkohë Miti është xhaxhai yt në rol. Ndërkohë që ju jeni shok, jeni moshatar, pothuajse, nuk i di mirë plus minus një vit. Si ndjeve këtë shpirt kaq të bukur që erdhi tek ti të mirëpriti si xhaxha, të përqafoj me dashuri në atë çfarë transmeton lidhja e gjakut, jo e interesit. Po, nganjëherë parat nuk janë gjithçka. Natyrisht. Dashuria familje sa është gjëja më e madhe që ekziston në këtë jetë, për mendimin tim. Po, natyrisht. Edhe sigurisht që është një arsye shumë e madhe për me vazhdu edhe me keni lumtun kur familja don pa interes. Ti ishe Miti, por u paraqiten në 2 veshje, në 2 rroba. Njëherë si një njeri shumë si një lypsar. Lypsar, dhe një herë tjetër ai që ishe me një shpirt shumë fisnik. Si mundet ti realizoje këto 2 plane? Për nga ana skenike ishte shumë e thjeshtë dhe shumë stresuese, në thojza mund ta them, por u dote me tregu se kush jam. E bukur, sa u fute në skenë, u fute nga salla. Çfarë emocionesh ishin brenda teja? Kishte shumë emocione të mëdha, e para që mendosha se shfaqja po vjen drejt fundit edhe ne ishim shumë mirë, na priti publiku shumë mirë.
Dhe ato zona, ndërkohë që unë po futesha ato zonat shumë mikpritës. E bukur, shumë bukur. Unë dëshiroj t'ja jap mikrofonin edhe Jozefit. Jozefi është, nuk e kena prezantu më herët, por në këtë rol, në këtë pjesë, ka rolin e instrumentistit. Dhe të ballaurit. Dhe të ballaurit. Po, dhe të ballaurit. Pra është ai njeriu që ka dhënë borx dhe ja kërkon. Si arritet të realizosh këtë rol, Jozef? Atëherë besoj që një artist që t'jetë sa më i kompletuar, do të përvojë gjitha fushat e artit. Sepse jo një instrumentist të përvojë dhe teatrin. Edhe besoj që edhe mosha dhe i përshtatet i rolit, një rolit gangsterit, që të gjithë të rinjt. Po. Besoj që ishte një si shumë e mirë, edhe në anën kur është violinist, edhe në anën kur luajta rolin e ballaurit, më ndjeva shumë mirë. Ke patur ndonjë eksperiencë të mëhershme me skenën si aktor? Si aktor, jo, eksperjenca po. Ndërkohë që me violinën ke patur një histori të shkëlqyer. Në çfarë viti je? Unë jam në vit 3 në gjimnaz. Po. Ke edhe një vit në matur. Po. Bukur, të uroj sukses. Faleminderit. Por ajo që ta kaloj mikrofonin tek Raimonda, ajo që më bëri vërtet dhe ishte specifike, siç thamë edhe më herët, ishte përshtatja e kësaj pjese. Për t'i dhënë më shumë nga ajo që është shkruar. Dhe duke shfrytzuar ndjesinë e të qenit artist të këtyre nxënësve, instrumentistëve, këngëtar, ju i keni futur specifikat e tyre, Monda, në pjesë. Si e ngërthyet pikërisht këtë subjekt me muzikën, me instrumentin, me këngën? Po, kjo ishte në fakt edhe e veçanta e kësaj shfaqje. Prandaj dhe mendova atë pjesë ku unë kisha mundësi që të fusja këto nxanës shumë bukur të ndërthureshin, pra siç thash edhe më parë, ato talentet e tyre për cilat studiojnë. Në fakt këto më përmendën shumë shpesh zysh monda, por në fakt ishte një punë e përbashkët. E jona këto puna me ta ka qenë shumë e mirë, thanë që janë kërkuese, unë në fakt jam natyrë kërkuese, më pëlqejnë shumë deri detajet, pra edhe këto kalimet nga në fakt shtesa që i bam neve me këngët, me instrumentat, na detyroi që të shkurtonin pjesën, sepse minutazhi ka qenë i limituar i shfaqjes, për çdo shfaqje, sigurisht që është një minutazh i caktuar. Edhe kemi shkurtuar pjesën dhe atëherë kemi ndërthuar shumë bukur këngën, instrumentin. Janë nxënës të talentuar, sinqerisht, jo vetëm tek kanto dhe instrumentat, por janë shumë të talentuar edhe në aktrim. E treguan veten e tyre. Unë i kam thënë edhe gjatë gjithë provave, t'jeni sa ma konkret, luni veten tuaj në këto rrethana të cilat ju i jep autori. Dhe ato vërtet janë paraqitur dhe jam kënaq, këto e kanë ndje veten aq mirë, e kanë shiju shfaqjen, e kanë pasë sa bukur spektatori i ka prit duar trokitje pafund, qeshje pafund, dhe kjo ka qenë satisfaksioni më i madh dhe diçka do të thoja që këto janë ndje siç ma kanë shpreh, sikur të jemi aktor të vërtet, na thanë, sepse të shkosh të japësh një shfaqje në teatrin Migjeni, në teatr magjik, nderi i kombit së fundmi, është një kënaqësi shumë e madhe për çdo aktor, jo madhe për nxënësat aktor, që dhe stafi i teatrit i ka mirëprit shumë dhe në kohën e provave që kemi bërë, ne më shumë i kemi bërë në shkollën e muzikës faktikisht, sepse aty është një skenë mjaft e mirë e koncerteve, por sfundmi kur kemi bërë provat dhe në teatrin Migjeni, kur ishte gjithë stafi gati afër nxënësave, teknika afër nesh, edhe bile Arbri mos gaboj pyeti, zysh, të gjithë kjo teknikë për ne sonte është gati?
Po i Çfarë them. impenji. Kështu që Sa bukur. Kështu që e kanë një vedin mjaft mirë, besoj në të gjitha anët. Unë sigurisht që i komplimentoj shumë këta Monda, nxënës. ato Më kanë të dhënë dhe përmendën mua shumë. një kënaqësi tepër të veçantë. Ato të përmendën shumë dhe meqense janë në rrugën e formimit të tyre si artistë, si të rinj, ka shumë rëndësi një mbështetje, një dritë e fuqishme në rrugë që të Shumë e jetë rëndësishme. herë drejtim, herë të nxit pasionin, dëshirën, Ashtu të është. motivon bukur. Ndaj këtu qëndrojnë vlerat më së shumti të aktiviteteve të tilla. Ashtu edhe aftësitë e tyre krijuese dalin në pa, Shprehen bukur. sepse në gjatë bashkëpunimit unë i kam drejtu duke i thënë që juve mund të shprehni çfarë mendoni, pastaj ne vendosim mund ta lëm këtë që thoni ju apo jo, shkon apo Ishte nuk një shkon. bashkëpunim, pra, Dhe një një bashkëpunim mjaft i mirë. Ai që filloi shfaqjen ishte Aroni. Po. Aroni me një mëlirshmëri tepër të madhe, me një emocion të bukur, dhuroi me fizharmonikën e tij tinguj të mrekullueshëm. Si u ndjeve kur dhe startin e shfaqjes? Në fillimin e shfaqjes ishte një pritje shumë e madhe ndaj spektatorëve. Pastaj kur hapa shfaqjen, më duk një gjë shumë e madhe. Sikur nuk dija se çfarë të bëja, isha shumë i emocionuar, ndaj mora instrumentin tim dhe vazhdova fill të hapja shfaqjen sepse nga emocionet nuk dija se çfarë të bëja. Po, pastaj duke shumë bukur. po, pastaj në momentin që e hapa shfaqjen, spektatorët më pritën me një gjë me duar trokitje. Dhe me iku emocioni krejt. Pastaj vazhdova pjesën lirshmërisht. Pra, pastaj në fund që mbarova pjesën, erdhi pjesa kur Arbri, pra që kishte rolin koçi në rol, më dha një copë gazet ose si të themi. Ti po e lexoja. Po, po e lexoja atë dhe aty normalisht u emocionova shumë edhe tek pjesa aty kur u ndalova sepse të gjithë duar trokisnin dhe aty pushova, më mirë të them. Bukur, jo më kot, unë i kam lënë dy nga protagonistët në fund të prezantimit të rolit të tyre, siç është Arbër Balaj dhe Stanislava Lokaj, në rolin e Koçit dhe të Margës, Nana. Si u ndjet, shumë bukur, e morët atë rol, i morët këto dy krye-role të kësaj pjese për t'i realizuar, si e keni përvetësuar si pjesë, si e mishruat veten hap pas hapi me këtë rol. Atëherë, si fillim, roli ka kanë shumë i bukur dhe vështirësia ka kanë shumë e madhe. Rolin mund të them që e kena arrit me ba një mënyrë të bukur dhe të lezetshme, sipas mendimit tim, duke filluar parë nga që unë dhe Sara jena shok ngushtë, edhe kur kena hyrë në skenë të dy bashkë, të dy të lanë zemrën një tjetrit. Të fillu prej të aktrim, më thënë edhe të kanga ku kena kënu. Po shumë natyrshëm, ju keni bërë prova pa fund, apo kjo ju vinte gati kretë rrjedhshëm nga vetvetja? Kena ba periudha prova në fakt mund të them ka kanë pak e shkurt, sepse një muj kena pas në dispozicion, pa llogarit që një javë kena kanë të marrë me tekstin, a dash mu lexu mu mësu përmend, po procesi. Nuk mësohet përmend, se kemi mësu dot për një javë, po dal nga dal gjatë procesit punës se kemi mësu. Po. Sigurisht. Ka ndjesia pas e më herë që ka kanë shumë e mirë, sepse me arrit me dal në teatr me gjeni është diçka jo pak e vogël. Po ti interpretoje me shumë natyrshmëri dhe madje me shumë batuta interesante. Cila është ai moment që të ka bërë më shumë përshtypje kur kanë qeshur ose të kanë dorë trokitur? Kanë dy momente. Momenti i parë ka kanë masi unë futem në shtëpi dhe jap mitit diçka.
dhe shkejt e Marga dhe unë e Marga grina në atë moment. Ka një momenti ku miti dhe me më përqafu dhe unë I largohem me vrap. Ka një moment Tu ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe Marga, e cila me një plastik gati profesionale do ta quaja, por edhe me një interpretim tepër të natyrshëm ka shprehur bukur rolin e saj dhe transformimin, më pas është transformimi. Si arritet ta realizosh? Roli jem nuk mendoj që është ka një rol shumë edhe I lehtë, por që jam mundu mu përshtat si nanat, nga që unë kisha rolin e nanës, edhe si që dim ta, nanat janë shumë korrekte, dojnë pastërti gjithkohën edhe jam mundu që sa që shkosha në shtëpi, ma rrit me pa nanën teme, si reagote kur bashim në gjatë që nuk u dute. Nana, po, e përshëndesi mamën tanë. Nan, përshnes. Edhe mundoshë që mu përshtat të roli nanës, me kënë sa më korrekte, sa më ashpër kur nuk u do të më thanë që kam pas edhe pjesë kur do të më përdorë dhunen, që kërkojnë ndjes, zotëri miti. Pra janë pjesë. Po që njësia kënë, dhe më thanë, me koqin, me bashkëshortin tem, që më thanë, po. A kënë shumë e bukur. Madje më ka bërë përshtypje se ju natyrshëm hyrët në këngë, në atë me siguri këtë e keni improvizuar se si mund të përgatitet një mirëseardhje e një njeriu që do t'ju shpëtoj financiarisht, me atë shfaqje të vogël që ju improvizuat në shtëpi. Ti Arber studion për kanto? Po, unë studioj për kanto, viti 2. Nga shumë natyrshëm se interpretove një pjesë lirike të titulluar Torna Sorrento. Po. Në fillim ne kena pas me këndu të tre një këngë moderne, secili me këndu ka I këngë moderne, por një ditë ne bëme prova sepse ishin disa klasa xhanëra dhe ne kena bë provë të klasa kantos. Edhe mos I marrëm me provat, unë fillova mësimin dhe zysh mondes kishte një kuriozitet me pas se si zhvillohet mësimi, shpresoj që ti ketë pëlqy dhe nivi një pjesë të cilën e kisha përgatit për provimin e kantos dhe I pëlqej shumë sa tha këtë do e kënosh në teatr. Shumë bukur. Pa shoqërim, po ti e këndove mrekullisht. Ashtu siç edhe ju e kënduat këngën tuaj të gjithë 4 këngëtar për kanto. Desha të shtoja Arbri edhe Sara, për këta nuk është hera e parë që janë skenë, masi para një kohë, një muaj apo një muaj. Një muaj ato kanë pas një pjesë tjetër, dhe më thënë që kanë marrë pjesë, dhe ishin të mësumë me skenën, dhe më thënë më tepër se sa të tjerët, me që atë për me ba pak me qesh, dhe më thënë, kur fillum provat në skenë, sidomos Sara, po dhe Arbri pak, rinin gjithmonë vetëm përpara, sepse ishin mësu tek roli tjetër dhe I thoja, po jo kështu, sepse të tillë kishin rolin tek pjesa tjetër. Ama këtu I thosha, jo, do të futeni në marrëdhënie me njëri tjetrin, do të ngjoni njëri tjetrin, do shikoni njëri tjetrin, edhe pastaj u mësun sigurisht, po këta janë nxënës shumë të talentuar. Arbri sidomos në fakt ka një talent shumë edhe për humorin, I vjen natyrshëm humori edhe e përgëzoj. E të gjithë janë shumë të talentuar, por Arbri, dhe më thënë, ka talentin më të theksuar për humorin, do të thoja. Është I kompletuar. Edhe uroj që tjetë edhe në pjesë të tjera, si gjithë të tjera. Zgjedhë me kanton, aktrimin. Është në dilemë. Mund t'i bashkojmë të dy, Mund t'i bashkosh. Sa bukur këto shfaqje, çfarë perspektivash dhe mendimesh ose hapësira shpirtërore japin tek këto të rinj, apo jo? Patjetër, japin shumë hapësira shpirtërore, pse jo dhe I zhvillojnë nga ana shpirtërore këto dhe këto marrin sigurisht një feedback nga këto shfaqje edhe me njëri tjetrin, apo jo? Po, Stanislava ka disa shprehje batuta që me siguri I keni shtuar nga e folmja e zonës son, sepse për shembull do thoja që në fillim unë kam mendu sepse pjesa është shkruar
në dialektin korçar, faktikisht. Kam marrë origjinalin në bibliotek, shumë shkrim i vjetër, domethënë dhe aty po ta shohësh librin është gjuha e vjetër dhe unë përpara se të filloja punën me nxancat, ja kam përkthy nga shqip në shqip, po të themi, dhe këto e kanë pas krejt përshtatjen gati, megjithatë gjatë punës janë shtu gjana të tjera, sigurisht. Stanislava, cila është ajo shprehja që me të cilën shpesh ke patur sukses gjatë shfaqjes apo ndonjë që të mbetet në mendje? S'ma merr mendja se kam pas një fjalë që ma merr mendja që është kënë veç pjesa e gjeseve që kam bë më shumë. Edhe ajo, prit të zot rrezikun. Jo, është kënë pjesa që koçi po, a ka një pjesë që koçi do të thonë arbi sjellet te kultuku, edhe mendova që përzohet o nuk, like qyqa që tu bë. Edhe kanë edhe pjesa ku i thomon mitit, uj morshat keqen morrit tam. Mirë, jepin këtë atmosferë dhe unë do dëshiroja që nëse mund të realizonim diçka të bukur, sepse është mëngjes dhe pse jo të mos i japim Unë dosha me thanë edhe diçka të fundit. Po? Se pak më parë bata një pyetje ti the kanton ose teatrin, zgjose më unë dosha me zgjell artin. Artin. Duar të pyetje. Shumë bukur. Më vjen shumë inat që s'kam dorë për pikturë, se do isha avutë edhe pikturë. Edhe muzika, edhe arti janë pjesë, dhe më thonë, po, muzika dhe aktrimi, po, se nga trova. Po si shtojnë me kënë shkodron të ne i banë, kështu që... Një duar tropitja! Ja vlen. Mirë. Atëherë... Dhe kjo në fakt Merita është një komedi që nuk është e mbështetur te batuta, kishte batuta me humor, po është e mbështetur në situata komike, edhe kjo është kryesorja. Dhe përpara se ta mbyll unë bisedën time dhe pastaj të vazhdoj nxënësit, edhe një herë i komplimentoj, i uroj suksese në të ardhmen e tyre, por ne të gjithë bashkë i urojmë suksese të gjithë nxënësve pjesëmarrës në festivalin teatror. Kudo ato që bëjnë prova dhe ende se janë gjitur në skenë dhe ato që kanë përfunduar, urime, suksese, dhënçin më të mirën, shprehshin bukurinë e shpirtit të tyre. Atëherë, ndoshta do të ishte kënaqësi një fragment ku ju të zgjidhni që ta transmetojmë me humor në këtë mëngjes shkodran. Po ju aloj mikrofonin. Ashtë pjesa ku më thonë i këcejmë, që Koqi edhe Marga këcejnë bashkë, ndërkohë hynë vajza, që na thot një kompliment. Po fillojmë ato ku hynë Oli. Po. Që t'jeni të përfshim, po. Po qa keni marë? Qa ka ndodhë? Se s'ju kam pa një herë ka që të gëzum. Qa ka ndodhë? Vajz, nesër vjen Axhamit prej Ameriket. Axhamit? Me ta maneke? Po. Se s'mund t'i bëjnë lëvizjet. Mam, me ta man vjen Axha nesër? Po me inon, që, letëzoje. Sa i gëzume jam, vjen mu help për pjetë. Pak ishi drejt jo mërë që bashit si të marrë, me zipa pres sa ta shaf, do ta shtrëngaj fart. Sa lumë të jam. Mirë, maj mirë, Ollo, se ne i more met. Nini këto tashi, nesër, mitja shkto. Duhet me i baj pritje, madhështore. Jo dia, rregulloni shpin. Kurse unë për dalë në pazar, e blej që na duhet. Hap një sytë mirë, se prej mitit varet gjëshate shemrapa. Keni na ide si ta presim për fillim? Unë them, ta presim me kangë live, se tjoli në shumë bukur, i kënë gja babs. Masanaj, pak nëjmë tanë. Në kënonin e fia, bëja? Unë mendoj që të këndojmë atë këngën e fundit, të cilët i bashkon njerëzit, i bashkon, largon interesin dhe shikon se sa e bukur është fisnikëria e shpirtit. Pra, kur personazhet e kuptojnë interesin që kishin me Xhaxhan dhe në fund triumfon shpirti, bukuria. Apo jo? Atëherë, ju këndoni momenti para këngës, që je me Xhenin, që ishte për
Ti t'pas të agja me bi, se m'dashke me të vërtet. Falenderoj shumë për dashnin që t'regove për mu. Ta njofta zemrën, i shumë e mirë dhe e sinqert. Pra atrin tanë, unë nuk do t'iku ma. T'ni më në agja me vazhdu edhe shkollën. Ama një këtë shpi, unë nuk ri ma. Do të vijë dhonë me jetu me ty agj. Pa, ta kena fal vajzen. Pa ti, a na ki fal ne, a? Hajë. Ju kam fal. Si? Ju kam fal. Faleminderit. Egzoshi shpineri. Tash është momenti që i bio në agj skitaren për më naknu një këngë. Agj, lutem nakna një këngë. Pa. Unë në fakt kur erdha për Ameriket, po është një vajzë të bukur që po kalote rrugës, edhe si të thot edhe konga e Pjeter Gjinit, buste tha me mpiku në lang. Edhe po ta dëgjojmë një herë. Me shko për dore, e si në rrudha, ma shkrusur shtati, s'jam si dikur. Ka fillu balli, me mvudo rrudha, si ka mustache, ma t'herë shminur. Por mi të gjitha, su plaka zemra, një vashtet mëjqe, sa her takoj, dridhe krej trupi, prej kese themra, e për bardoshen, para shkëndoj. E kur të shof rrugës mori kull, buste tha me pikojn lang, vima steje qen me suku, edhe zemran kërtë se dan, veç t'i vash nga zan maraku, por ti noshta se kupton, ku ashtë plaku der dhe gjaku, se s'më dashuron. Urime. Në mbyllje të kësaj bisede shumë të këndshme, do desha të dija, do ta vazhdoni përsëri aktrimin, shfaqet, nuk e di se çfarë, do ta jepni përsëri këtë shfaqje diku tjetër për një spektator tjetër, është shumë e bukur. Atëherë, me bile se kena biseduar me zysh mondin të gjithë, ne kena menduar që këtë shfaqje do ja japim përsëri. Në fillim do japim të shkolla jon, që me pa ta nxënës të shkollës tonë përsëri, masanaj pse jo në teatr, sepse e ka thënë zysh monda, e ka thënë shumë bukur, është gjëna që kjo shfaqje me shku dam. Jo, nuk shkon dam. Pse jam e apru pre publikut këtë shfaqje, se plus që edhe neve na jep atë ndjesin që na ka dhënë në fillim. Edhe për sa ta kanë pyetjes me aktrimin, unë besoj që do vazhdoj e merrem, njëjta gjë vlena për Stanislavën besoj. Por në qëse më lejohet me bëj një falenderim vogël. Do filloj me një falenderim për zyshën dhe aktorin, e them përsëri papa me teatrit me gjeni Zysh Raimonda Markon. Mbështetuni forte tek Zysh Raimonda, se është shumë e mirë për të dhënë më të mirën për. Do vazhdoj falenderimin për shkollën, për kur kam kanë shfaqje, mas i kam marrë shfaqje, ka kanë një ndjesi e papame, sepse kam pa që tanë mësuset, e se shkohet ka në ardhme në ataku. Shkolla artistike prej në Nxansat, po. Dhe du me jela një falenderim dveçant, dy zyshave të letërsisë, zysh Brunës dhe zyshet Leves, dhe masanaj drejtusave të shkollës, zysh Manjola Zoga dhe profesor Anton Kaftalli. Shumë e papame. Mua më pëlqeu ky shpirt kaq i bukur dhe artistik që ju e shprehni edhe jashtë skenës. Kjo ju bën artist, të ndjeni artist dhe të ndjeni kështu kaq të bukur në shpirt, por edhe me artin tuaj është një mrekulli, një motiv shumë i bukur. Unë ju uroj rrugën e skenës, rrugën e artit. Ju të gjithë jeni të artit muzikor, por tashmë edhe të aktrimit. Qoftë kjo shfaqje jo thjesht një kujtim, po një moment shumë i ndriçuar i rrugës suaj artistike. Paçi plot të tjera dhe patjetër që do të keni. Ju falenderoj shumë që erdhët në mëngjesin ton dhe uroj që dita sot që shkoj pa që bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.